Asnjëherë nuk e kam heshtur faktin se kishim dallime me Jusufin sa u përket mendësive ideopolitike dhe kishim ndonjëherë debate edhe grindavece, sepse unë nuk ishte emveris 24 karat sa Jusufi, isha ndoshta 8 karat. Besoj po të ishte gjallë Jusufi, sa po të informohen se Sabriu ishte kuadër i UDB-s, do ta kishte hangër letrën e atij raporti. Si shpjegoni faktin që ekzistojnë letra të Jusuf Gërvallës, ku herë ju trajton si bashkëpunëtor të afërt, e herë flet për ndërprerje marrëdhëniesh dhe mosbesim? Ndërprerje marrëdhëniesh kishim në korrik 1980, pas një incidenti rastësor, ndërsa letra për të cilën pyeti ishte e titulluar "Prit pak të shoh versionin", për të cilin dyshoj se është i kompiluar Lëvizjes Nacional Çlirimtare të Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare, Komitetit të Degës Hasan Prishtina, raport mbi disa çështje rreth punës së organizatave Grupi Komunist, Zëri i Kosovës dhe Fronti i Kuq Popullor. E mban datën e 31 korrikut 1981. Në atë kohë, Jusufi nuk ishte antarësuar asnjë bashkëdhetar në Perëndim, sepse kishte ndërprej komunikimin me udhëhecin e tij, Sabrin Ovasellën, nga 14 dhjetori 1979 deri në prill 1981. Ai raport duhet të jetë i kompiluar pastaj ndoshta nga Kadri Rexhaj, me që ishte më ustaj për desh të tillë. Ai bashkëpunonte me Sabrin Ovasellën, bile Sabriu shpesh e ka thënë se korrespondencën e tij me Jusufin ja kishte dhënë ta ruante Kadri Rexha. Atë raport e kam trajtuar me përkushtim në librin tim Gjurmë dhe Përkem, botuar në Prishtinë në vitin 2019. Asnjëherë nuk e kam heshtur faktin se kishim dallime me Jusufin sa u përket mendësive ideopolitike dhe kishim ndonjëherë debate edhe grindavece, sepse unë nuk ishte emveris 24 karat sa Jusufi, isha ndoshta 8 karat. Por ato që i përmban ai raport, le t'i analizojnë ata që po e shtjellojnë veprimtarin tonë. Besoj po të ishte gjallë Jusufi, sa po të informohen se Sabriu ishte kuadër i UDB-s, do ta kishte hangër letrën e atij raporti, nëse mund ta përdorte metaforën që e ka thënë Adem Demaçi, që do të thotë Jusufi pavetëdijshëm i ka dërguar raport UDB-s, i cili ende pa i ranë në dorë Sabriut duhet të jetë kopjuar nga gjermanët, të cilët u ka dërguar si vëllezërve në Beograd, me që Jusufi përmes postës gjermane e ka dërguar atë raport. Edhe njëherë, ndërprerja e njëhershme e marrëdhënieve ka qenë aksidentale. Ka zgjat pak javë me që Jusufi pa dyshuar se kishim shkuar në Myni për ta survejuar atë. Ai aksident pa të ndodhur në fund të qershorit apo në fillim të korrikut 1980, me që rastësisht u takuam para banesave të Balire Gjbogajt e Misin Mavrajt, tek të cilët po shkonim mysafir.